Përshëndetje dhe mirë se erdhët. Sot po përgatisim edhe një recetë tjetër tepër të shijshme me speca të ajvarit, domate, speca jeshil, hudhër. Gjithashtu për këtë recetë do të përdorim edhe qepë. Është një ndër recetat më të shijshme, salcë e gatshme, e keni gati në çdo kohë. Vazhdojmë me përgatitjen e recetës edhe po shikoni që më së pari specat e kuq po i marrim edhe po ja vlargojmë farat, bishtat, e mandej vazhdojmë edhe i presim në feta të holla kështu, ose ç'është ju vjen juve më lehtë. Krejt specat e kuq, përafërsisht këtu kam 1 kilogram e gjys speca të kuq të ajvarit. Sigurisht krejt ju që keni speca në shtëpi në bashën tuaj mundeni me përgatit kur të doni këtë recetë, ja vlen me provu, bëhet tepër e mirë dhe e shijshme. Tashti normal që ja largoni ato pjesët që janë të prishura, edhe vetëm këto pjesët e mira. Pra specin e mirë e leni këto duke ndarë në pjesë të vogla. Pasi që kemi përfunduar me specat e kuq, vazhdojmë edhe marrim domatet. Tash domatet i ndajmë për gjys, ja largoni bishtin edhe farat. Gjithashtu pra edhe domateve po ja largojmë farat, bishtin, nga pak i shtrydhem që t'i dale lëngu. Shumë e lehtë, po e shikoni që shumë lehtë përgatitet receta. Krejt çka duhet bëni është vetëm veprani kështu si unë, edhe keni me përgatit një super recetë, një salcë tepër të shijshme për çdo kohë e keni gati gjatë dimrit, kur ktheheni nga puna ose kur jeni të zënë, pra s'keni nevojë me e përgatit. Kjo është krejt e gatshme, veç pak e nxeni edhe mjafton aq për të përgatitur pasta të ndryshme ose për të përgatitur gjellëra të ndryshme. Mund ta përdorni edhe kur përgatisni mish të bardhë, pra krapule ose mishpule në përgjithësi, stek, pa marrë parasysh çfarë do lloj mishe. Ja shtoni 2-3 lugë të gjellës nga kjo salcë, edhe mandej do ta provoni edhe do ta shikoni se mishi do të merr një shije shumë të mirë. Tash po vazhdoj me domatet, krejt po i përgatisim njëjtë, mandej marrim specat. Domate kam përdor pra dikon 1 kilogram e gjys, speca do të përdorim gjys kilogrami, pra speci jeshil, ose 1 kilogram speca. Tash varet ju krejt sa doni me i shtu. Edhe speci jeshil e ka atë shijen që ja jep pra salcës, pra gjys kilogrami ose 1 kilogram munden e mjashtu. I ndajmë krejt qështu në feta të holla, pra në pjesë të imta, copa. Dhe pasi të përfundojmë me specat, krejt në fund shtojmë edhe qepën. Dhe për këtë recetë do të përdorim 4 qepë të mëdha, ose mund të shtoni edhe më shumë qepë nëse doni. Nuk prish punë, pra çka do që ju keni në shtëpi, unë veç po ja tregoj sasin kështu, sepse edhe pa i mot heq, mundeni me përgatit recetën, çka do që ju gjendet në shtëpi, shtoni qepë, hudhër, speca, domate, krejt i vëni bashk, edhe do të përgatisni një recetë tepër të shijshme. Edhe qepën pra e kemi përfundu. Tash e marrim hudhrën, edhe une po e shtoj 1 hudhër, por mund të shtojmë edhe 2 nëse dëshirojmë që era ose shija e hudhrës të ndihet. Pra une vetëm 1 ja shtoj, e nëse ka nevojë, për shembull kur përgatis gjellë, atëherë shtoj edhe më shumë. 200 ml vaj ulliri ose vaj lule dielli, mandej shtojmë biber të zi, edhe biber të zi shtoj kështu mirë, edhe mandej krejt në fund kena me shtu kryp, përafërsisht në fillim 1 lugë të gjellës, edhe pastaj krejt në fund e provojmë, a do të ketë nevojë me shtu më pak ose më shumë. Pra 1 lugë të gjellës ja shtoni, krejt përbërësit i përzi me lugë, që të bashkohet me vajin edhe me krejt krypën, biberin e zi, mandej do ta la në furrë
që të piqet në temperaturë 250 gradë. Derisa piqet në furrë në temperaturë 250 gradë, ku pas kohe keni me përzi që mos të digjen pra të gjitha perimet që i kemi këtu. Ku pas kohe përzini edhe ma letë pra piqen perimet edhe më shpejt përgatisim recetën. Në qoftë se shikoni që temperatura është shumë e lartë edhe po t'jegjen krejt përbërësit, mundeni me ja ndalë temperaturën. Pasi që i kemi gati perimet, po shikoni që e kanë shterë lëngun krejt, edhe janë të gatshme. Me njëherë kështu të nxehta val, do i transferoj në një tenxhere, pra në një enë tjetër, edhe kështu e kena ma let me bë blendimin e krejt perimeve. Krejt në fund kam e provu a kanë krep ose jo, edhe po shtojmë edhe gjys luge të gjedhës me krep, por ju do ta provoni mandej krejt në fund a do të ketë nevojë t'i shtoni edhe pak ose jo. Tash kështu sa janë val të nxehta, me njëherë vazhdoj me procesin e blendimit të perimeve, edhe krejt keni me pa në fund se vërtet kena me përgatit një salcë tepër të mirë, tepër të shishme, e keni të gatshme kur përgatisni pasta të ndryshme, mish ose për çfarë do lloj recete që doni ju me përdor, ose për një mëngjes, pra me li bukën me këtë salcë është tepër e mirë e shishme, do t'ju pëlqej receta veç nëse e përgatisni. Unë ju them, përgatitni edhe këtë recetë, ja vlen me provu edhe gjithçka e keni të gatshme. Recetën e kemi gati, kështu është e nxehtë, sepse unë jam mundu që shpejt e shpejt me bë blendimin e krejt perimeve, por nëse doni, mundeni me vendos edhe në zjarr për një 2-3 minuta, me nxej mirë salcën, edhe tash krejt të nxehtë val, e hedhim në për kavanoza. Mbushim kavanozat edhe kështu më mirë bëhet vakumimi i kavanozve, pra kavanozat s'ka nevojë me i lanë, pastaj me i vlu, me kry procesin e vakumimit, veç se i mbyllim mirë, pra kështu me njëherë i kthejna përmbys se janë të nxehta, vazhdojmë i mbushim edhe kavanozat e tjerë, nuk humbim kohë sa është e nxehtë pra salca, mandej i mbulojmë edhe i leni ashtu deri të nesërmen, kështu këto vakumohen edhe s'ka nevojë pra thash as me i zi kavanozat as asgjë. Pasi të përfundojmë, vazhdojmë edhe i mbulojmë, i kthejna përmbys, i afrojmë afër njëra tjetrës që ta mbajnë nxehtësinë që e kanë, edhe kështu pra këto rrinë të nxehta vakumohen lehtë, mandej i leni në një vend të ftoftë, në një bodrum, aty ku ju i mbani tushijat. Kjo është receta që kishim përgatitur për ju sot. Shpresoj që edhe kjo recetë ju ka pëlqyer. Tash krejt në fund po e shikoni që po e përdori për me përgatit edhe mishin e pulës, pra krejt përbërësit, po e shikoni që po i hedhim edhe kjo salcë vërtet të t'i jep një shije tepër të mirë mishit. Nëse doni me provu, provoni edhe ju, pse jo, ja vlen. Mirëmbëjtje deri në recetën tjetër të radhës.